komision prej 3 prokurorësh të SPAK, mes të cilëve edhe zoti Dumani, i cili përgjithsisht është përfolur sikur ka patur preferencë tjetër për atë që duhet të drejtonte BKH-n, por si përfundim votat ishin, se unë më shumë kurioz isha tek mënyra e votimit, votat ishin unanime ndaj zotit Keta. Kështu që duket që gjatë këtyre 4 muajve ka patur shumë zhvillime brenda SPAK-ut dhe sidomos brenda agjencisë që është agjencia operative, agjencia që de facto bën punën më të madhe në terren, sepse ne dim prokurorët përgjithsisht rinë në zyrë dhe vetëm shpërndajnë direktiva ose japin drejtim një dosje, një çështje, por puna reale bëhet nga agjentët e BKH-s. Është një institucion kyç. Dhe duket që këto 4 muaj që është drejtuar nga Joni Keta, si i komanduar, këto 4 muaj, unë mund të them Esmeralda që BKH-ja ka bërë një punë të jashtëzakonshme, madje sa mund ta krahasosh me punën e 3 viteve paraardhëse, për nga cilësia do thosha dhe për nga ngritja e stekës, dhe duket ky ka qenë dhe një lloj testi për zotin Keta në drejtim të kësaj çështje dhe prandaj dhe i bindur edhe me përkrajën e ndërkombëtarëve, domethënë ka fituar këtë vend. Prandaj pyeta kush e zgjodhi? Kërkohet edhe një farë certifikimi, sepse dihet se tashmë BKH-ja bashkëpunon ngushtë me shërbimet amerikane në punën e saj. Pra, dhe natyrisht njeri duhet jetë edhe i besueshëm i tyre për të ndarë informacione të rëndësishme që ata ndajnë me Shqipërinë. Po, sepse ne në fakt edhe për arsye të vuajtjes që ka patur ky popull edhe të bullizimit që ka patur për 35 vjet, jemi më shumë, të paktën mediatikisht, jemi më të fokusuar tek puna që bëjmë me korrupsionin, që dhe aty ka qenë e madhe dhe është intensifikuar po të fundit, por të mos harrojmë që puna më e madhe dhe ku dhe ndërkombëtarët janë të përqendruar edhe më shumë, sepse në fakt në fund fare ne do ta shikojmë kur të mbarojë gjithë ky proces, do ta shikojmë që janë bashkë, lidhen bashkë, kur të vi puna tek parave etj, janë të përqendruar te krimi i organizuar. Janë shumë të përqendruar te krimi i organizuar dhe patjetër domethënë që këtu është kyçe puna e BKH-s për gjurmimin e parave të organizatave të trafikut ndërkombëtar të drogës, tashmë të atyre që ndoshta plotësuar kushtin e kartelit, po e kanë marrë atë lloj emërtimi si organizata të cilat mundsojnë shqiptarë mundsojnë trafiku që nga Amerika, që nga vendi prodhimit deri në Bashkimin Evropian. Ne pam edhe në sanksionet amerikane ndaj familjes Hysa, pra që tashmë nuk janë politikanët në targetin e sanksioneve, por janë ata që konsiderohen si element apo bashkëpunëtor apo pjesë e krimit organizuar. Përkundrazi, politikanëve kur kanë fuqinë, kur kanë atë, kur arrin të gjejnë kohezionin e dur, ju është ofruar edhe marrëveshje. Ne kemi rastin e fundit, domethënë përderisa politika është pjesë e gjeopolitikës apo e stabilitetit rajonal edhe me gjerë në këto lloj korash, me politikën janë përdorur dhe nga Shtetet e Bashkuara, sidomos nga rastin e Dodik. Po, rasti Dodik është shumë tipik, sepse faktikisht nëse shikojmë me vëmendje, Dodik e shkriu gjykatën speciale, pasi u dënua me 1 vit në Bosnjë, shkriu gjykatën speciale, se dhe ata kanë struktura siç kemi neve këtu, gjykatë speciale, prokurori speciale, gjykatën që e dënoi sepse Dodik ishte edhe në pushtet atje, kishte edhe shumicën e parlamentit, ishte edhe president, pavarësisht se u dënua. Dhe çfarë bëri Dodik? Dodik ja shpërsoi betejën me SBA-t dhe me perëndimin në përgjithësi, shkoi në Rusi, mbeti një kohë të gjatë atje, duke kërkuar zgjidhje nga Putini, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara sanksionet
ja shumë fishuar në ati familjarëve, gjithë bashkëpunëtorëve, bizneseve ta. Dhe në fund fare pasi kuptoj. Dhe interesante është, sepse jemi, jo vetëm sepse jemi në të njëjtin rajon, po kanë edhe të njëjtin lobist. Paul McFordi e arriti këtë marrëveshje që është njëkohësisht dhe i zotit Berisha këtu në Tiranë. Dhe do dik pasaj në fund fare u duk qartë që bëri një marrëveshje për t'u larguar komplet nga politika dhe tashmë Bosnia është një problem paktën politikisht apo për këto problematika dhe tjera i zgjidhur me një presidente të re që është pro-perëndimore, me atë statu quo që kanë perëndimore që kanë vendosur që pas luftës ish Jugosllavisë atje, dhe duket sikur u shuajt një zjarr në Ballkan. Pra, kur vjen puna për politikën në kohën e dur, ata i përdorin, por çështja është që këtu në Shqipëri gjithë klasa politike duket se ka vendosur të luftojë, të mos lëshoj as një pe, as nga pasurit, as nga pushteti, as nga uzurpimi politikës i partive dhe duket hapur që është një luftë edhe me SPAK-un dhe GKK-n dhe patjetër automatikisht kalon edhe me perëndimin. Mirë, tashmë Altin Dumanit po i vjen fundi mandatit të tij në krye të SPAK-ut, por do vazhdoj të jetë prokuror, dhe interesante do të jetë kush do të jetë prokurori i ardhshëm. Çfarë do të ndodhë në zgjedhjen e tij? Ne kemi një eksperiencë të zgjedhjeve të fundit për kreun e SPAK-ut, ku Shtetet e Bashkuara përmes ambasadores u përfshin hapur, madje në mënyrë po them edhe brutale, duke qenë aty në sallë, duke ndjekur gjithë procedurën deri në fund. Po edhe këtë herë vëre një paga shumë një ngjashmëri domethënë të sjelljes. Në kuptimin sepse duket ka indicio, ka informacione madje që në Këshillin e Lartë të Prokurorisë ka interesa të caktuara, duket